Jemi rikthyer dhe në këtë pjesë të emisionit, ashtu siç e thamë edhe pak më herë, do të flasim për aritmit. Aritmit, shkaqet dhe simptomat. Dhe për këtë arsye, sot me ne në studio është i ftuar mjeku kardiolog Alfred Nona. Mirëmëngjes, mirë se erdhi doktor. Mirëmëngjes doktor, kënaqësi. Mirëmëngjes, faleminderit. Mirëmëngjes. Kënaqësi, mirë se erdhi. Për një ndër simptomat, le të themi, që ne ndoshta mund t'i ngatrojmë në jetën e përditshme duke mos e njohur se çfarë është si fillim. Por pse ne themi që rriten numrat ose rriten rastet e njerëzve që kanë aritmi dhe kjo kryesisht tek moshat më të reja se sa ato të vjetra. Çfarë është në vetvete një aritmi? Shumë sakt. Atëherë, aritmia e thot edhe vetë fjala nga pikpamja etimiologjike. Pra aritmi do të thot një diçka e rregullt. Me a përpara diçka e çrregullt. Pra, përsa i përket pyetjes, të themi që prek edhe moshat e reja, sidomos aritmit sopraventrikolare. Aritmit që janë tek dhomat e sipërme të zemrës, shpesh prekin moshat e reja. Të themi që në vend të dytë, pas hipertensionit, aritmit janë në vend të dytë për të kryer vizitën te kardiologu. Kështu që është një gjë shumë e shpeshtë. Aritmit janë shumë lloje, janë 30-40 lloje, apo dhe 9 lloje, dhe duke qenë se janë kaq shumë, të themi që bëjnë në kompleks, në global, bëjnë numra, të themi. Kështu që si nis një aritmi? Përse përket shkaqet janë në nivel qelizor dhe normalisht nuk kemi ne vedi dhe i kontrollojmë, por ka trigger të jashtëm, ka ngacmues të jashtëm që i favorizojnë. A janë ushimet me yndyrë për shembull një nga shkaktarët apo nuk ka lidhje? Ushimet me yndyrë nuk kanë shumë lidhje. Nëse obeziteti ne do ta marrim, patjetër obeziteti është si komorbiditet, pra është bashkëshoqërues me verifikimin e aritmisë. Por, të themi që gjërat me yndyrë kanë të bëjnë me koronaropatit, me aterosklerozën, me sëmundjen e enëve të gjakut, dhe jo në veçanti me aritmit. Patjetër çfarë e shkakton? Aritmia mbase stili jetesës mund të ndikojë për te ushqyerjes? Patjetër dhe stili jetesës ka të bëjë, në qoftë se për shembull ne marrim aritmin që ne kemi më frekuente, më të shpeshtë, që është fibrilacioni atrial. Pra aritmia që është 2 deri në 4% të themi në popullat, duke hequr ekstrasistolat. Ekstrasistolat janë shumë, por fatmirësisht në shumicën e rasteve janë benigje. Edhe pse shqetësojnë individin, shqetësojnë, ta quajmë pacient edhe këtë kategori, të themi individës që percepton palpitacione dhe ka ekstrasistola. Të themi që ushqyerja apo stili jetesës, në qoftë se ne bëjmë jetë sedentare, në qoftë se ne të themi kemi obezitet, në qoftë se obeziteti na shoqërohet me apne obstruktive të gjumit, në këto raste ka të bëj stili jetesës. Ka të bëj më tepër stili jetesës me ekstrasistolat. Për shembull, të gjithë keni dëgjuar që ekstrasistolat janë rraje të çrregullta të zemrës. Në qoftë se ne do imagjinojmë, të themi, ritmin e zemrës si një orkestër, ku dirigjenti, pra drejtori i orkestrës, është ai që komandon, që jep ritmin, komandën se si duhet jetë ritmi i zemrës, kur instrumentistët, ndonjëri prej tyre, fillon dhe i bie veglës, të themi, muzikore në mënyrë jo të komanduar nga dirigjenti, këto janë ekstrasistol. Pra, janë rrahje jashtë radhe, e thot dhe fjala vetë, ekstra... Po si nis një aritmi, nis me një shtrëngim, nis me ndonjë simptom, më na i tregosh pak për shembull si informacion se përsa i përket simptomave, kjo vlen jo vetëm për aritmit, vlen sidomos dhe për aritmit. Trupi shprehet me pak, pra trupi si ankes ka pak ankesa. Palpitacioni është simptoma kardinale e aritmive. Pra, perceptimi rrajeve të zemrës. Normalisht ne nuk i perceptojmë rrajet e zemrës. Po flasim, e kam në një situatë normale, pra. Ne nuk i perceptojmë. Nëse ne arrim të perceptojmë rrajet e zemrës, kjo quhet palpitacion. Pra që ndjejmë një raje më të shpejtë, si shtrëngim, gjoksi, ose të çrregullt, ose ndjejmë si tip pauze, boshllëk, ose si flutur, ose mund të ndjejmë sikur nuk mbushemi me frymë në ato momente. A janë të simptoma që mund ngatrojnë dhe me ankthin, ndoshta, me atak panikun? Shpesh. Ataku panikut
shpesh shoqërohet me simptoma kardiovaskulare. 85% e njerëzve që kanë atak paniku, kanë takikardi, kanë ndjesi që nuk hapin dot krahërori, nuk mbushen dot me frym, kanë dhe palpitacioni, ndonjëherë interpretojnë dhe si peshë në krahëror, si rëndes, si dhimbje në krahëror. Ngatrohet, patjetër që ngatrohet. Përsa i përket tek simptomat, pra ju thash që të gjitha aritmit kanë si shprehje palpitacionin, ose kardiopalm, nga italisht palm, me fjalë plëmbet dorës, sepse zakonisht vendoset dora në krahëror, ku ne i perceptojmë të çrregullta rajet e zemrës. Ndonjëherë mund të jetë marrje fryme, edhe pse janë të rralla si simptoma, ose në ato zemra që kanë dhe një kompromentim, pra janë të dëmtuara në vetvete, sidomos të themi tek të moshuarit, dhe në këto raste mund t'i mbahet dhe fryma, dhe varet nga lloji i aritmisë. Unë po i grumbulloj, po flas në tërësi. Nëse ne do marrim aritmit në veçanti, i bie të bëjmë një emision për secilën prej aritmive. Por në të themi në global, të gjitha aritmit kanë simptomat që janë të përbashkëta, kanë diagnozën që pak a shumë është e përbashkët, kanë trajtimin që është i veçantë për secilën prej tyre. Dhe simptom tjetër mund të jetë dhe dhimbja e krahërorit, për shembull fibrilacioni atrial, që ju thash është aritmia më e shpeshtë, ndonjëherë mund të paraqitet si me dhimbje krahërori. Dhe shpesh, dhe fatkeqësisht ndodh rëndom, pacient që kanë fibrilacion atrial u bëhet koronarografia. Është gjë e gabuar. Lidhja është shumë e dobët me enët e gjakut. Pra, një 10-15% ka lidhje fibrilacioni me koronaropati, por ajo dhimbje interpretohet në kontekstin e rritjes së rrahjeve, rritja e rrahjeve konsumon oksigjen dhe pacienti vjen ndjesi dhimbje. Këto dhimbje që ti po shpjegon, këto simptoma janë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës, apo në rastet të saktuara që ndoshta ne edhe stimulojmë me ndonjë kafeinë të lartë, për shembull, që na shton ritmin? Ajo që u thoni në shumë e drejtë, varet nga lloji aritmisë. Nëse ne marrim ato që janë më të thjeshta që dhe nuk i konsiderojmë, nuk i japim peshë, ekstrasistro, ato kanë një lidhje me një trigger të jashtëm, që mund të jetë kafeina, mund të jetë çaj me shumicë, mund të jetë duhan me shumicë, dhe janë momentale. Eksakt. Janë të momentit. Perceptohen më shumë në qetësi, sepse gjatë ditës nuk e kemi mendjen, jemi në lëvizje, dhe të themi që kanë këto ngacmues të jashtëm, ose ndonjëherë stomaku, dikur thuaj të themi sindroma zemër-stomak, sepse stomaku jep aciditeti i stomakut, refluksi, japin, gastriti japin, nëpërmjet acidit ngacmojnë, janë trigger për aritmit e ndryshme. Përfshirë këto të thjeshtat, përfshirë dhe më të komplikuarat. Kur një aritmi bëhet e rrezikshme, shqetësuese, dhe që ne duhet patjetër të marrim parasysh se çfarë duhet të... Tek aritmit ne duhet të ndajmë njëherë në dy grupime kolosale, në dy grupime të mëdha. Aritmit sopraventrikolare ose supraventrikolare, pra të llomzave të sipërme të zemrës. Po një njeri thjesht nuk mund ta dallojë, pra shkon tek mjeku. Patjetër, aty bëhet diagnoza, bëhet normalisht, është detyrë e mjekut të diskriminojë për cilën aritmi po flasim. Ta themi që në vijat të përgjithshme, po i përmbledh, aritmit e llomave të sipërme, llomzave të sipërme të zemrës, zemra ka 4 lloma, 2 lloma sipër, 2 lloma poshtë, janë aritmi që nuk ka rrezik imediat për jetën. Pra, të gjitha aritmit, përjashto këtu Wolff Parkinson White, që po ta marrim strikt, është tek llomat e sipërme të zemrës, por bashkangjit dhe llomat e poshtme të zemrës. Ndërsa, aritmit... Në fazë shqetësimesh nuk dallohet? Nuk arrim ta diskriminojmë me saktësi. Duhet EKG, duhet Holteri, duhet gjitha ekzaminimet që duhen bërë për të kuptuar, për t'i vendosur emër mbi emër. Unë e them gjithmonë pacientëve. Pra, fakti që ju keni palpitacione, pra që ju ndjeni rajet, që mund t'jenë të rregullta të shpejta, mund t'jenë të shpejta dhe të çrregullta, mund të jenë boshllëk e tjera ato që tham pak më parë. Të themi është si të thuash që ti je shqiptar, por që ne ta ndajmë që je nga Tirana, je nga Berati, je nga Shkodra, je nga Korça, ne duhet ta ndajmë me diagnostikimin e saktë, pra me elektrokardiogramën, me Holterin, për t'i vendosur një emër mbi emër ashtu si duhet jetë është ideja. Po ju thosha përpara, pra aritmit e sipërme, ku 90% e tyre janë tek fatmirësisht llomat e sipërme të zemrës. Vetëm 10% janë tek llomat e poshtme të zemrës. Tek llomat e sipërme, ku më e keqja
po e marrim kështu është fibrilacioni atrial, duke marrë dhe pak të Wolff Parkinson White, por fatmirësisht është i rrallë 1.5 deri në 2.5 në 1000 persona kanë këtë lloj aritmie, ose kanë një preeksitimi, themi ne, nuk është term korrekt aritmi, kur shoqërohet me aritmi, atëherë quhet Wolff Parkinson White, të themi që nuk ka rrezik imediat, kështu që menaxhohen, kanë barrën e vet secila prej tyre, por cilësi jete. Për jashtë fibrilacion atrial që aty ka pak peshë. Po sa zgjasin zakonisht, sa zgjasin si situatë në momentin që fillon një gjendje aritmie, sepse kemi dëgjuar të paktën raste që mund t'ju zgjasin edhe me ditë. Patjetër. Kjo gjithmonë është varet nga aritmia. Qoftë se marrim për shembull një AVNRT, janë dy aritmit sopraventrikolare parosistike. Këto mund të zgjasin, vështirë se zgjasin me ditë, zgjasin me orë. Në fillim janë të rralla, pastaj bëhen më të shpeshta, për shembull një herë në vit, pastaj një në 6 muaj. Po gjithë një njeri që nuk e di që vuan nga aritmia, për shembull, duhet ta di që si simptom të parë sa mund t'i zgjasë ajo në kohë, le të themi është me sekonda, shkon në minuta, përsëritet. Me sekonda janë ekstrasistolat. Takikarditë e mirëfillta zgjasin më shumë se sa sekonda. Takikardia atriale, AVNRT-ja, fibrilacioni atrial është ajo që zgjat me ditë që po më thoshte kolegu. Pra, fibrilacioni atrial, sepse tek fibrilacioni atrial të themi kemi një kompromentim të cardiac output, pra të hedhjes kardiake, zemra është pompë, duhet të ushqejë çdo qelisë të trupit me oksigjen dhe me substanca ushqyese, e ul me 20% eficiencën. Dhe ka dhe njerëz që nuk e kuptojnë, mund të kenë dhe ditë ose mund të vazhdojnë me fibrilacion atrial permanent. Po kur vinë që drejtohen tek një kardiolog? Kur e shohin ata situatën që nuk mban më, duhet patjetër të shkojë tek mjeku, ndjen të rrezikuar. Atëherë, kur ndjen simptoma, të themi, sepse duhet të thënë që kemi dhe aritmi që nuk japin simptoma. Janë, të themi, rrallë, por mund të ketë dhe rastet të tilla, nëse janë ato simptoma që thash përpara, pra palpitacioni, ndonjë marrje fryme, ndonjë dhimbje krahërore, ndonjëherë kur kemi bradjaritmi, mund kemi këputje, deboles, lipotimi, deri në rënje të fikët. Në këto raste pacienti paraqitet, të themi tek kardiologu, dhe normalisht i jepet drejtimi se çfarë duhet të bëjë në fazën e trajtohet, nëse nisim kurimin në koflas, çfarë trajtimi mund të marrë një pacient dhe nëse nuk kurohet çfarë ndodh? Cila është mundësia e fatalitetit? Përsëri tek trajtimi varet nga aritmia. Tek fataliteti, unë ju thashë, 90% e rrajeve janë të llomave të sipërme, të dy llomave të sipërme. Një 10% të themi të aritmive janë tek llomat e poshtme të zemrës. Dhe këto tek llomat e poshtme të zemrës fatkeqësisht shoqërohen ndonjëherë dhe me arrest kardiak. Pra, zakonisht kur kemi takikardi ventrikolare, ka një shkak, edhe pse ekziston një takikardi ventrikolare pa shkak, ose takikardi ventrikolare nga rëvotoja, nga një zonë anatomike caktuar, që nuk është vdekje prurse, pra trajtohet, por takikardia ventrikolare, deri në provë të kundërt, duhet trajtuar në mënyrë imediate. Sepse mund të komplikohet në fibrilacion atrial dhe fatkeqësisht janë ritme agonike dhe pacienti humb jetën. Këtu duhet thënë që në pjesën 80% të rasteve, takikardia ventrikolare, fibrilacioni ventrikolare shoqërohen, janë pasojë e infarktit të zemrës. Ndërkohë, mund na thoni nga eksperienca juaj, pacienti me moshën më të re që ka ardhur tek ju dhe është diagnostikuar me një aritmi të vazhdueshme. Çfarë moshe ka qenë? Atëherë, aritmitë sopraventrikolare prekin dhe fëmijët, prekin dhe adoleshentët. Nga cila moshë fëmijët, për shembull, dhe si mund të jetë një simptom tek fëmijët, për ta bërë më të thjeshtë për shikuesit? Atëherë, tek fëmijët normalisht përveç se dhe ata normalisht kanë të njëjtat simptoma, nuk është se ndryshojnë shumë. Po ata kanë mënyra të shprehur. Por kanë qartë, flasim për fëmijët pak të rritur është ideja jo kur janë që nuk të themi gjithmonë palpitacioni, takikardia, zakonisht aritmit tek fëmijët. Që mund të thonë që më dhem krahërori ose ndjej dhimbje mund të thonë, mund të shprehen edhe kam edhe peshë në krahëror, po më shumë me takikardi, sepse aritmit që verifikohen zakonisht janë
Wolff Parkinson White që jep AVRT dhe AVNRT. Këto janë aritmi që shkojnë 220 deri në 250 rrahjet. Pra, dhe fëmia mund të arrijë deri në rënje të fikët, ose dhe adoleshenti. Arrin dhe tek të rriturit. Rrallë, por arrin dhe tek të rritur. Kur frekuenca është shumë e shpejt, pra rrahjet e zemrës janë shumë të Në Shqipëri shpejta. patëm disa raste që u bën shqetësuese, dy në mos gaboj rastet që ishin fëmijët me probleme në zemër, që në mos gaboj njëri nga ata fatkeqësisht u thaj që kishte shqetësim shumë të madh dhe humbi jetën si pasojë një problemi në zemër, por fakti që janë fëmijë sa e bën kjo të aksesueshëm për prindrit për t'i drejtuar direkt te mjekët. Prandaj të pyeta mosha dhe ndoshta ato simptomat e para për t'i dalluar, ndoshta edhe të thëna pak në zhargon. E kuptojmë që nga ana profesionale ju zgjidhni të terma më shumë. Më gjeni të papërgatitur, nuk di rastin konkret për cilin flisni, por kur kemi kardiopati kongenitale, pra ato vrimat në zemër, në gjuhë popullore që i dëgjojmë gjithandej, CHD-ja ose kardiopatit kongenitale shoqërohen me aritmi. Pra, mund tjetë është thjesht hipotezë. Pra, në qoftë se fëmia kishte një diçka preekzistuese, Pra, e bëjmë kështu, doktor, nëse fëmia juaj ka shtrëngim në krahëror, ju thotë që më merren mend, për këtë po të kërkoj që t'japim një për të bërë diagnozën, po patjetër, normalisht duhet paraqitet tek fëmijët, tek kardiopediatri. Adultët të rriturit, mbi 18 vjeç, edhe pse nuk është e ndarë të themi me fikse dhe mosha pak më të reja mund t'i shohë dhe kardiologu për adultët, por në perëndim i kemi të ndarë. Deri në 18 vjeç merret kardiopediatri. Si për 18 vjeç merret kardiologu klasik që i njihni të gjithë. Bëhet EKG-ja. EKG-ja është alfa, është ABC-ja, është baza. Flasim për aritmi, monitorizimi, aktiviteti elektrik i zemrës me se masim me EKG. Bëjmë EKG, në qoftë se dyshohet, normalisht bëhet dhe një eko e zemrës. Kjo vlen dhe për të rriturit, nuk është se është e ndarë për fëmijët, apo është vetëm për të rriturit. Kam përshtypjen që Bora e kishte që përpara se të shkojmë tek specialisti, prindi në shtëpi si ta kuptoj që fëmia ka këtë problem. Do më thënë, si mundet të paktën të shkoj deri te specialisti. Qartë, po prindi normalisht duhet i vëj re ankesave të fëmijës. Se mu thotë që i ftohur, për shembull, prindi dhe hajde kalojmë. Duhet dini diçka që e vërtetë është ajo se kur bëjnë temperaturë, sepse temperatura 1 grad, zakonisht fëmijët bëjnë temperaturë për problematikat virale etj. 1 grad është 15 rrahe shtesë. Dhe na ndodh shpesh që fëmia imi ka 120-130 rrahet. Mund t'i matim tensionin një fëmije? Tensioni matet, por është ideja kur ne kemi edhe ankesa mbase bashkëshoqëruese tek fëmia, ose diçka që nuk shkon. Përsa i përket diagnozave, që mendoj që është një temë që duhet trajtuar, ju thashe, EKG-ja është baza, eko e zemrës, sepse shohim strukturën e zemrës, anatomin, funksionin e zemrës. Duhet të bashkëlidhim të themi problematik nga pikpamja anatomike me problematik ritmi. Dhe vendoset Holteri, për atë që ju thashe, duhet kuptojmë nga cila zone Shqipërisë jemi. Holteri bëhet 24, 28, 72 orë, ndonjëherë 1 javor. Në perëndim kemi dhe disa gjëra tjera që bëhen shumë rrallë, ju them drejtën, është quhet LRI, loop recorder intern, është kur ne kemi rënje të fikët dhe mendojmë që dyshojmë fortësisht që është ndonjë aritmi mallore që na ka dhënë këtë rënje të fikët, bëhet shumë rrallë, edhe jashtë e bëjmë shumë rrallë, ka loop recorder esterno, loop recorder të jashtëm, pra i kemi ato elektrodat e vendosura, shtypi një buton dhe kjo... Ju e tha, doktor, që të flasësh për aritmin lloj dhe pastaj edhe për arrestin kardiak, kjo është një temë që mund të flasim me ditën. Është kolosale. Nga ATZ-ja ne duhet i marrim të gjitha, pra ne fillojmë nga, se ju ndërpreva, fillojmë nga ekstrasistolat, që nuk i japim pesh zakonisht. Duhet i ndajmë në fakt, është në zemër të shëndosh apo në zemër jo të shëndosh. Shumicën e rasteve shkojmë 360 gradë deri në arrest kardiak. Pra, kuptoni se sa e gjerë është gama e aritmive. Ajo që mund të themi është që me shqetësimet sa do të vogla, mirë të orientohen direkt tek mjeku i zemrës, ta themi kështu, dhe aty do të marrim informacion më të saktë dhe më të detajuar. Doktor, faleminderit shumë që ishte sot me ne, ishte vërtet shumë kënaqësi. Faleminderit shumë, doktor. Ikim reklama, kthehemi pas pak.